a më jepet fjala mu? Të lutem, a mundem me fol nejon nga që jam lull të ditën në punë. Përshëndetje që gjithë, i përshnes, unë jam Nikolin Martin Shaun nga Shlakur, vin nga malet e largëta të Dugaxhinit, dhe mu me vrau shumë dhe kjo ishte ajo përgjithësia jame që unë faktikisht ju drejtova asaj zonës kur ma përmeni Shlakun. Mu më vjen keq për njështru njerëzit, se nuk e kam natyrën teme, mi u tha njerëzit i njështru e një ashtu. Por rëndës e povertets, unë i tha me povertet. Shlaku sot nullet në mjerim total. Edhe zoti Mazërniku, asi ku amin u bafti 100 vjeç, kur thot, a zhvillu zona, cila zona zhvillu? Unë jetoj në 7-7 vjet. Kam nërtu biznisin që ka emnin biznisi firma Shëmhillit Shlak. Edhe kam dalë me dëshirën teme për me jetu atje me familjen. Kam jetu 20 vite në Amerikë dhe nga dëshira jeme për me jetu në Shqipni, kam zgjell me jetu në Shlak. Kam pasër sa nditu midis pjohat Shkodër, se ka mërin San Francisco, e kam mëlqu me qira nga dashnia male për me jetu në vendlinjen ku ma rrit baba gjyshi e 4 gjyshi se nuk më në shëfën mjerim. Edhe mërnajtë në 2 ditve, unë kam zjerë rezultatin e sakë sa banor ka Shlaku. Shlaku sot me fatkeqësi totale ka vetëm 17 njërës që jetojnë atje. Ndërsa administrata publike nuk e di. Qa ka administrata publike të gjajnë zoti Masriku me qeverinë e ti. Qa ka atje. Se atje unë menej për menimin tem se ka më shumë administrat se sa ka individ që jetojnë atje. Edhe nuk i tremen të vërtet asi sekund. Për arsye se jam i zhgënjëm në shpirtin tem, se sot atje jetoj pa drita. Kur ishte zonja ministra, qa ishte ajo Balluku, ajo shumë gruen e rume, më thot për t'i godis dritat. Sa ju ku pe atje, më thot, të shkem largu, thot, s'mune me t'i godit. Më banë zvaj tjetëri, më thot, më banë me shkem, thot, e më kërko pak folje, se po t'a godisim. Ta kanë me tutomor, kjo është qeveri horash. Mu nuk më pëlqen horat. Mu pëlqen njësit e nëshëm, që punojnë me nere, me dinitet, si nga kanë lanë portuën. Atër unë jam po energji elektrike dhe jetoj 10 vite në Shlak, kam 5 vite që kam adresin fizike, dhe jetoj me familje në Shlak. Nërsa që kena probleme tjetër, na kena problem me rrugën, kena problem me ujin, për arsye se nuk kena lera, kam se 200 krejnë lop në Shlak. Të lutem zoj, se jam të drejtu ty, se ti më mallaj mikrofonin. Të lutem. Atër unë kam se 200 lop në Shlak dhe nuk kena lera për ujë. Çdo gjë që e kam bo atje të ferma Shëmhillit në Shlak, e kam bo vetë me munin teme, me djersën teme, edhe falimnderit disa miqve nërkombëtar që më kanë ndihmuar në mënyrë private. Tjetër kush. Qeveria nuk ekziston për mua në Shlak. Në absolute. Administrata civile është në nivelin 0. Dhe çdo fjalë që ta them e kemë bërësi, zotni se ty po drejtohem. Nuk kam gjë personale. Unë për veti votoj majtas, djatas, kush mendoj që është i drejtë për mua për me mbllon ditë zgjidhje ka hinj stemme të Shlakut. Shumë falënderit shpejtë. Dhe shpresoj që më kupton se unë jam një farmer shumë i revoltuar se më kanë mohu të drejtat për me jetu lirisht në vendin e parëve të mi. Zoti truj ty e ton që ajni këtu. Shumë falënderit. Faleminderit edhe për tonet pak emocionale. Besoj që duhet jemi pak të kujdesshëm, po zotria nga fusharësi, ju lutem. Jo, ju lutem, ja dhash zotris fjalën, do ta merrni edhe jo. Ja dhash zotris dhe do ta merrni edhe jo. Faleminderit. Faleminderit shumë. Unë jam Hilkola, ish kryetari i komunës Qafmali. Kam qenë pjesë edhe e reformës 2014-s me organizatat si me Kooperacionin Zviceran dhe Amati Suedez, dhe na është thënë fillimisht se do bëhet një reformë për arsye ekonomike. Fillimisht do bashkohen disa komuna që janë me traditë, me histori, me territor afër dhe që nuk bëjnë asnjë lloj ndryshimi demografik apo më gjerë. Më vonë, masi kemi bërë gjithë studimin me gjithë përpjekjet tona për të bindë edhe komisionin dhe qeverinë si një reformë e thellë do të shkatërrojë paktën pjesët e zonave rurale, na është thënë që jenë bo shumë kryetarë komunash dhe na kanë lodhur të kryetarët e komunave. Faktikisht qeveria shqiptare dështoi me këtë reformë sepse ajo po të njëjtët kryetarë komunash paguën sot. 384 administratorë në Republikën e Shqipërisë që paguhen më shtrejt
edhe me rrogë më të lartë se ish kryetarët e komunave. Dhe tani na vjen një moment tjetër që na thotë na e kërkon Evropa. Unë me zotin Masniku do ta kundërshtoj për diçka që tha që lëvizja demografike është botha sepse lëvizin nga zonat rurale në qytet. Po të lëvizin nga zonat rurale në qytet do të thotë se në qytet janë ulçmimet e shtëpive. Faktikisht këtu ka shku 2000 euro një metër katror dhe kanë lëviz nga zonat rurale, kanë ikë jashtë shteti. Është popullu Shqipëria këtë që ka bë këtë reformë territoriale nuk e ka bë as serbi. Unë sa për dini do të flas vetëm për bashkinë Fusharës. Është 100 kilometra vjerore. Imagjinoni ju që në 100 kilometra vjerore që shkojmë ne të japim shërbim në 100 kilometra larg. Në Borë, në Shi, në territor shumë të vështirë, nuk bëhet fjalë për 100 kilometra autostradë. Bëhet fjalë për territor që janë shpopullu dhe për krahinat tona që i kanë bashku mekanikisht pas një lloj lidhje. Thjesht mendoni se disa deputet janë mbledh aty, kanë ngrit dorën dhe shumë mirë tha zoti Boçi që tha në jug janë ato bashkitë, i dim se ne dim hartën, i dim dhe hartën e bashkive. I kemi pa, mu nuk vjen turp se ka ndodhe e në jug. Turp do t'i vjen qeverisë që ka bërë atë lloj reforme. Turp t'ju vjen deputetëve të qarkut Shkodër që kanë ngrit dorën për atë reformë. Atyre bravo qoftë që i kanë bërë bashkitë ashtu, sepse kanë mbrojt veten. Ne po kërkojmë që bashkitë në veri t'i çojmë mbas tradicës, mbas të mundësisë për të kryer shërbime, sepse kjo reformë ka dështu ekonomikisht, ka dështu administrativisht, por ka dështu edhe nga ana njerëzore. A ju vjen zor deputetëve që të ngrenë dorën që po e them se s'du më përmend emra këtu. Që Zallherri është me Tiranën dhe Babruja është me Kamzën. Dakord, është e turpshme dhe që të bëni këtë lloj reformash sepse pushteti vendor nuk është thjesht çështje mekanike që të bëjmë harta dhe viza elektorale. Ka votim që gjithë pushteti vendor do të ishte pyet, jo vetëm thjesht deputetët. Nuk munden deputetët që duke thënë ne po zbatojmë rregullat dhe drejtat njerëzore, kartën e pushtetit vendor. Ju po e shkelni me dy këmbë. Nuk mundeni që të bëni një reformë tillë dhe të shkatroni zonat tona. Përkundrazi, në veri duhet shtohen zonat dhe bashkitë rurale. Është emergjente dhe urgjente. Nuk mund të jetë shpopullimi dozë as për vota, as për pushtet, as për interesat askujt. Faleminderit shumë. Faleminderit, po. Shkojmë lart, preka atje dhe zotria ju lutem prek dhe zotria që u ngrit në këmbë. Pa. Dhe me këto dy ndërhyrje përmbyllim sesionin e parë dhe do kthehemi në sesionin e dytë me ndonjë zojmë patjetër. Mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndetje bashkëkryetar, përshëndetje deputet, përshëndetje të gjithë pjesëmarrës. Këtu është momenti me bisedue jo me emocione, urtë e butë, me shfaq ato aftësitë që folë si ka në lidhje me ndarjen territoriale në Republikën e Shqipërisë. Unë jam Prek Doçaj, ish kryetar komunën Shalë. Shala është parametri i një bashkie në Republikën e Shqipërisë. Fal territorit, fal mallësisë, fal resurseve e shumë të tjera. Unë në vitin 2000 isha në një kurs trajnimit në Poloni që paga shumë Polonia, ne kena marrë modelin polak. I përshëndes dy bashkëkryetarët me vërejtjet, me sugjerimet, me kundërshtit politike janë normale, se kundërshti ka dhe në familje, jo në një shtet, pavarësisht se jena shumë shtet i vogël. Për ata që kanë lëviz dhjetin, ka bashki me 8 milion banor, ka bashki në Zvicër edhe me 500 banor, po financojnë vetë vetën, ata nuk janë në gjendjen tonë ekonomike. Unë di që Shqipnia po bën hapa përpara, e mbështes ndarjen territoriale të vitit 2014. Dhe kam kanë pjesëtar dhe aksesor sa mujt që të ketë një ndarje me bashkitë fuqishme që të shërbejnë komunitetit. Ndalena tek bashkia Shkodër. Nëse e zam që Dugagjini kishte me të bashki, që unë jam Dugagjin zvetë dhe kompërner edhe Shaljan, nga Nica e Shalës,
e kam shumë për njerë që jem për atje, por mundësit e rregullimit rrugës në momente që jena sot, do ishin ba mas 20 vjeç. U detyruam që të vite kryetari i bashkisë me qeverinë shqiptare, me aftësitë e tyne që të bëjmë një rrugë që ata që nuk e kanë shkel të dalin në ditë. Aksi Kështaja Thaqit në Prekal është në gjendje të mirueshme, po do riparohet. Ajo firmë që ka punuar në territorin e komunës Shalës, firma Hysa, unë e përgëzoj namën popullit Dugazinit për punën që ka bën dhe unë kam arrit me i thanë një pjesëtarit aty pse punoni kaq mirë. Se unë isha mësuar tuj, pa njerëz tuj punu keq. Tha ne do punojmë mirë që kur të vinë me na marrë në dorëzim mos japim asnjë gjë. Projekti preventivi, situacioni, puna. Me mure majtëse, me tumbina, me kanalizime, rrugë dy kalimshme. Në njëri që mund t'jenë kanë lota në historinë e jetës ti, vetëm qojnë e të shohin atë rrugë, se nuk e imagjinon se si është ba. Pra, në rast se ne ndohen atë copa e grima, i 120 bashki, i 180 bashki, unë jam që t'ken minimumi 40 bashki në Republikën e Shqipnisë. Bashkit fuqishme, me financim fuqishëm, që, ju lutem, kryetari i bashkisë së Krakovit në Poloni, nuk kishte nevojë me pyet qeverinë polake fare, me ka veshin mrap shkote, aplikote në Bashkimin Evropian merrte fondet. Kështu tha zoti Masniku, kështu menojmë në 2029 të bëjnë edhe Bashkitë e Shqipnisë. Mos ke nevojë për qeverinë fare. Ju falenderoj. Ju falenderoj, ju përshëndes. Faleminderit. Po, zotria ju lutem. Alo, përshëndetje. Jam Bardhok Ndreka nga Velipoja. Ish kryetar komune i Partisë Socialiste në Velipoj. Ja, Po. po. Ju lutem, po. Po. Unë e njoh mirë Velipojnë, se kam punuar në 2 periudha historike. Edhe në atë kohë, edhe në të kohë. Ai zotëria Mazniku tha që reformat kanë dhënë rezultat në 2014 në këtej. Unë qasë për Velipojnë gjithmonë. Jo vetëm që s'kanë dhënë asnjë rezultat, por zero. 3 bashkit me mandat, 3 bashkit, 5 kryetar komunë shqipi qenë. Në raport më ato, se cili nga ne, i majtë e gjastë, e kena mu ka i guar. Ndërsa bashkit, vjerë kesh i njofë gjithë, edhe Lorencin e tjetër i ti njofë gjithë, e kanë nërë dhe kam shumë njësi me to. Por nuk e kanë hedhë një karros zhavor në Velipoj. Me miliona lek merën në Velipoj. Me miliona lek merën në Velipoj, 0 investimet. Ligji për qeverisin me dorë thot shtu. Aty ku merën ardhënët, du të me bëjë investime. Ku janë të investime? Vinë të punojësit e bashkisë, marrin parat, dikun gjep, dikun atje, edhe 0. O zotri, boqi, zotri, transmetoj që të fjallë, unë jam i majtë. Por, këtë qeverisje, njërës si e kanë organizu këto, 0. Ka një kërinja, ka ikë bujësia, këna metë në pleshtë. Po ba një humor. Duke ne me pleshtë, me dhunë plak, një plak, thojte, me të marë mali, marë me e pa, më fali motra, me e pa i nosë 7 zanë mërë. Po ku janë do? Ikine, së vinë e vërë. Ja fatë kësi e marë. Falim nere që, Velipoja donë.